Punimet për realizimin e bypassit të vogël të Radhimës janë futur tashmë në një fazë të rëndësishme të realizimit të këtij projekti. Në fshatin turistik Radhim, ky projekt po merr pak nga pak formën përfundimtare, duke të parafruar imazhin e asaj se çfarë do të realizohet në përfundim. Në zonën e portokalleve në fshatin Radhim, si pjesë e këtij projekti, është realizuar tashmë rreth rrotullimi kryesor i tij. Rreth rrotullim i cili orienton trafikun dhe mbi të gjitha i tregon drejtuesve të automjeteve se nga duhet të kalojnë. Për shkak se nga zona e portokalleve në Radhim deri në hyrje të Orikumit, rruga është kthyer vetëm me një korsi lëvizje. Drejtuesit e automjeteve janë të detyruar që të qarkullojnë në aksin Vlorë-Radhim vetëm në këtë drejtim dhe jo nga Orikumi për në drejtim të Radhimës. Të gjitha mjetet të cilat kthehen nga Orikumi duhet të kalojnë në pjesën e sipërme të rrugës, të quajtur rruga e Nikajve, aty ku është hapur traseja e cila është asfaltuar dhe vendosur në funksion të qarkullimit rrugor. Edhe mjetet e tonazhit të rënd duhet të qarkullojnë përgjatë bypassit të Radhimës dhe jo përgjatë rrugës së Bregdetit. Të dyja segmentet rrugore, si rruga e vjetër e Bregut dhe bypassi i saj i krijuar sipër, bashkohen sërish në hyrje të Orikumit, ku nis edhe qarkullimi i automjeteve me 2 sense lëvizje. Ky projekt është realizuar me qëllimin e qartë të ndikojë pozitivisht duke lehtësuar trafikun rrugor, veçanërisht përgjatë sezonit veror. Punimet aty vazhdojnë, teksa gjithë segmenti është vizuar me vija të bardha, çka tregon ecurinë e punimeve, por ka edhe një apel drejtuar drejtuesve të automjeteve të bëjnë kujdes kur qarkullojnë aty për shkak se është ende një kantier i hapur ndërtimi. Pritshmëritë janë që ky projekt të përfundojë në fillimin e sezonit veror të 2026-s, ku do të vendoset plotësisht në funksion. Është një projekt mbështetës që po zhvillohet paralelisht me Lungomare 3, mund të cilësohet edhe si loti i parë i punës, pasi në vazhdimsi synimet janë që të ketë një tjetër projekt të ngjashëm i cili do të zhvillohet në zonë, prej hyrjes së Orikumit deri në afërsitë të portit të jahteve, duke formuar një tjetër bypass dytësor në Radhim për të devijuar rrugën e Bregut. Qëllimi është lidhja e tij në të ardhmen edhe me bypassin e Tragjasit, duke krijuar 3 rrugë paralele, 2 bypasse që funksionojnë të ndarë në favor të qarkullimit rrugor.